Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ilaç për trurin. Ja 4 erëzat e fuqishme që ju mbrojnë nga humbja e kujtesës dhe stresi. Erëzat janë përdorur ndër shekuj jo vetëm për të shtuar shije e ushqimit, por edhe fal vetive të tyre kuruese. Kur bëhet fjalë për shëndetin mendor, natyra është treguar bujare duke na ofruar një sër bimësh medicinale të cilat kanë një efekt çuditëbërës në trurin e njeriut. Këto erëza ju mbrojnë ju nga stresi oksidativ dhe nxisin përqendrimin dhe njëkohësisht rrisin aftësitë njohëse. Si një nga pemët më të vjetra në tokë, ginkgo biloba është përdorur prej shekuj me radhë për të kuruar shumë probleme shëndetësore, duke përfshirë këtu qarkullimin e dobët të gjakut dhe kujtesën e dobët. Gjithashtu është treguar se kjo bimë rrit qarkullimin e oksigjenit në tru dhe parandalon edhe plakjen e qelizave. Kjo në saj të antioksidantëve që luftojnë radikalet e lira. Rozmarina mundet gjithashtu që të përmirësoj kujtesën tuaj me 75%. Besohet se enzima eukaliptol, përgjegjësja për aromën e këndshme të rozmarinës, është ajo e cila ndikon në qeliza dhe në neurotransmetuesit e trurit të njeriut. Aromaterapia me rozmarin jo vetëm që përmirëson shëndetin tuaj mendor, por stimulon edhe krijimin e qelizave të reja të gjakut. Humbja e kujtesës nga ana tjetër konsiderohet si një proces natyral i cili vjen me plakjen e organizmit, por rozmarina mundet që të mbrojë trurin tuaj në disa mënyra duke parandaluar me 75% humbjen e kujtesës dhe duke përmirësuar qarkullimin e gjakut në këtë organ. Rozmarina gjithashtu përmban acid karnosid që lufton radikalet e lira të cilat dëmtojnë cipën e trurit. Për të përfituar nga kjo erëz e njom, ju mundet që ta përdorni atë në gatim ose të ndjeni aromën e vajit esencial të rozmarinës. Gjenseni ka gjithashtu aftësinë për të stimuluar funksionet e qelizave të trurit dhe njëkohësisht të rrit përqendrimin. Një studim zbuloi se gjenseni mundet që të funksionojë si një trajtim natyral Alzheimer. Hulumtuesit zbuluan gjithashtu se gjensen ka përbërës aktiv që luftojnë qelizat anormale. Mjalti përmban gjithashtu një fitonutrient si monoterpene. Studimet gjithashtu tregojnë se ky fitonutrient ka aftësinë për të ndaluar rritjen e sëmundjeve të këqija. Studiuesit zbuluan gjithashtu se era dhe shija e mentes kanë një efekt të thellë në funksionet njohëse. Studimet kanë treguar se karamelet me mente rrisin vigjilencën, kujtesën, aftësinë për të dhënë zgjidhje problemeve e të tjerë. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregoj mënyrat natyrale se si të forconi kujtesën tuaj të dobët. Regjimi ushqimor për njerëzit me një kujtesë të dobët. Kujtesa e dobët ka nevojë për zink, vitamina, minerale, kalium, zink, acid folik, selen dhe njëkohësisht substanca të cilat janë tepër të rëndësishme për shëndetin e qelizave, duke shmangur ushqimet e shpejta dhe gjithashtu të gatshme. Me ritmin e jetës moderne janë përhapur shumë ushqime të shpejta dhe shumë të dëmshme, jo vetëm për kujtesën, por edhe për trupin. Thonja e shquar thotë: bëje ushqimin tënd ilaç për vete dhe kuroni të gjitha sëmundjet me bimë natyrale. Mjalti natyral, i pari dhe më i rëndësishmi. Mjalti është një ilaç për shumë sëmundje, përfshirë këtu edhe harresën. Këshillohet që ai të pihet esëll dhe i tretur në ujë dhe të hash 1 orë pas pirjes së tij. Xhenxhefili, ai përmban në lëndë dhe vlera të larta ushqyese për të gjithë trupin. Rrushi i thatë lehtëson qarkullimin e gjakut dhe ushqen trurin. Hurma arabe.
Ushqimi preferuar i profetit Muhammed forcon në dhomëzat e trurit, largon marramendjen dhe gjithashtu fuqizon gjakun me hekurin e nevojshëm dhe është shumë i pasur me fosfor i cili konsiderohet si një stimulues për forcën e inteligjencës dhe atë fizike. Vaj i kokosit dhe gjithashtu i ullirit përmban materiale të rëndësishme për qelizat e memorjes, si për shembull vitamina E. Së fundmi, ju duhet të dini që rekomandohet jashmase dhe vajra të tjerë natyral. Portokalli, i njohur për përmbajtjen e lartë të vitaminës C, e cila na mbron nga sëmundjet vaskulare cerebrale, një antioksidant që aktivizon performancën mendore. Kjo vitamin aktivizon performancën mendore tek të gjitha moshat dhe mbron trurin tuaj nga goditjet, si edhe nga përkeqësimi, si edhe nga sëmundja Alzheimer. Midjet ndihmojnë gjithashtu edhe për rritjen e aktivitetit të punës mendore për shkak se midjet nga ana tjetër i sigurojnë trupit edhe nivele të larta të zinkut. Arra ndihmon për kurimin e çrregullimeve nervore, përfshirë këtu edhe kujtesën e dobët. Rekomandohet që ajo të hahet çdo ditë. Bajamja është shumë e rëndësishme për qelizat e memorjes. Ajo është në gjendje që të aktivizojë qelizat e kujtesës. Banane zhvillon mendjen, inteligjencën dhe gjithashtu aktivizon memorien sepse ajo përmban fosfor dhe vitamina të rëndësishme për shëndetin e të gjithë trupit tuaj. Karrota është e dobishme për shëndetin fizik dhe mendor. Ajo aktivizon metabolizmin në tru. Nëse do që të mësosh diçka përmendësh, ha sallat karrote dhe shtoni pak vaj ulliri. Këto ishin disa nga ushqimet dhe bimët më të njohura që janë të dobishme për kujtesën tuaj. Gjithashtu, përmbajuni ushqimeve të freskëta, përfshini perime dhe fruta deti, për shëndetin e trupit dhe për forcimin e kujtesës. Rrini larg ushqimeve të konservuara dhe të gatshme për të qëndruar të shëndetshëm në mendje dhe në trup. Gjethet e shtogut dhe rozmarina, 2 bimë për forcim kujtese. Në mëngjes dhe në darkë pini një gotë çaj të përgatitur, duke marrë 5 deri në 8 gjete shtogut të freskëta ose të thata, të grumbulluara kur bima është në lulëzim. Hidhni në të 2 gota ujë dhe zieni për 2 deri në 3 minuta. Pasi i lini ato që të ftohet, kullojeni dhe konsumoni lëngun e përftuar. Çaji i shtogut përgatitet dhe pihet çdo ditë për 3 javë rresht. Pastaj pihet edhe çaj i përgatitur zakonisht nga 2 gota në ditë për 3 javë radhësi. Çaji i kamomilit mundet që të vijohet edhe gjatë ditës nëse dëshironi, pasi nuk ka efekte anësore. Një tjetër bimë e rekomanduar është edhe barimi i fletësh ose lulja e kilit. Çdo 6 javë mund ta përdorni si çaj dhe pastaj të pushoni 2 javë. Gjithashtu mund ta kombinoni me kamomilin. Rozmarina ose bima e trurit. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe për trurin. Zieni një tufë rozmarinë në ujë për 5 minuta. Kullojeni lëngun tuaj dhe më pas shtoni mjalt. Pijeni atë çdo ditë për 3 deri në 4 javë rresht. Ju mundet gjithashtu që të përdorni edhe vaj esencial të rozmarinës duke nuhatur atë çdo ditë. Nga ana tjetër, duhet të konsumoni ushqime të pasura në probiotik si kosi natyral dhe prebiotik si hudrat. Të mbahet peshë trupore optimale nëpërmjet ekuilibrit të ushqimit dhe aktivitetit fizik. Të zgjidhen ushqime të varfra në yndyrra të ngopura dhe kolesterol, të mos konsumohet sheqer me tepri, të reduktohet kripa, të konsumohen 8 gota ujë në ditë dhe ekspozimi në rrezet e diellit është i nevojshëm për vitaminën D. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.